Ka një emërues përbashkët midis mikut, strategut, lobistit, që gjithsesi është transparenca. A do të kemi transparencë edhe në këtë marrëdhënie me Kristla Civita mes jush dhe atij? Dhe cili është pozicioni prej këtyre të trejave që përmenda? Transparencë absolute. Vetëm një moment. Kristla Civita nuk është lobist. Është kontraktuar për fushat elektorale. Ligjet amerikane përcaktojnë kanë një kuadër për ekspertizën elektorale, kanë kuadër tjetër për lobbying. Kris mund të ishte lobist, po unë nuk e kërkova për lobist. Unë e kërkova për fushat elektorale. Kjo është. Dhe në qoftë se ti e kërkon për fushat elektorale, do zbatosh ligjin. Kontrata që unë kam me te, që ai mund të kishte një kontratë disa herë më të madhe se kjo që ka me mua, do bëhet publike sa po të marrojnë zgjedhjet dhe dorëzohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, siç kërkon ligji shqiptar. Po, pa diskutim. Një qartë. Doktor, se një 18 vjeçar duhet t'ju zgjedh ju për të ardhmen e tij, që ju t'jeni lideri të ardhmes? Do të më zgjedh mua sepse sot në këtë moshë nuk kam absolutisht asnjë interes personal, në kuptimin e vërtet fjalës. Nuk kam interesa pushteti personal, por nuk kam edhe ambicje tjera, sepse do të po them një gjë. Unë kam dorëzuar pushtetin dhe nuk mund të thuaj që njeriu nuk ka dëshirë të lërë disa gjëra. Unë kam lënë disa gjëra, nuk fshihen ato. Nga 90-ta gjerë sot. Pra nuk është dhe kjo. Por është ajo që në një mënyrë se një tjetër, pikërisht jemi të tritë, vendit ju rënua ardhmja. Ky vend humi të ardhmen. Dhe unë mund të punoj me durim, mund të punoj me përkushtim të madh, kam eksperiencë të madhe, pa diskutim. Kjo nuk mund të mohohet, të përdor gjithë eksperiencën time në mënyrë që të mundsoj të ardhmë këtyre të rive, ndallë parë të rive, pastaj dhe tjerëve. Mund të them një shpjegim të shkurtër. Kam paraqit një program, për mua më i miri që kam paraqit jetën time. Por pse kështu? Në qoftë se në vitin 2005 programi për mua kishte të panjohura, ky nuk ka parashikime shumë të sakta, sepse kam eksperiencë e programit që shkoj. Dhe ky program, pra, kam deklaruar se unë do të vë minimum jetik 200 euro. Unë di të gjithë faturën e këtij minimum jetik, po di dhe një gjë tjetër ama, që jam i bindur në mënyrë absolute. Minimumi jetik buron nga fiziologjia e njeriut. Që njeriu të mund të jetoj pa ngrënë vetveten, para në uri kronike, pa u bërë shtrat për shkak të kequshqyrjes e tjerë i sëmundjeve të ndryshme, ai do të marrë një minimum jetik, ushqimesh, veshjes e tjerë me radhë. Dhe ky minimum jetik është gjetur se është përtej varfërisë ekstreme. Varfëria ekstreme është kur qytetari ka $4, $3 për ditër, ky është me $6.3 për ditër. Varfëri ka, po jo ekstreme ma. Unë jam i bindur se ky, prandaj quhet jetik, dhe vendosja e tij është emergjencë absolute. Ku do gjenden parat? I kam shumë të qarta. Unë kam menaxhuar 8 vite buxhetin e këtij vendi. Dhe i sigurt çdo shqiptar tjetë se
jo vetë